Je femër dhe kërkon të kesh një partner në krahun tënd. Je femër dhe ke një partner në krahun tënd, por nuk e gjen fjalën me të. Je femër e martuar, keni dhe fëmijë, dhe në çfarëdo moshe që keni, diçka nuk shkon mirë me partnerin tënd. Në të njëjtën kohë, po të flas dhe ty, mashkull, ty që edhe ti, pavarësisht se punon shumë, ose je beqar dhe kërkon të krijosh një familje ose të kesh një partner pranë, si gjithë të tjerët, pse jo të krijosh dhe familje? Sepse ky është ajo priorizmoja jonë, ajo që ne erdhëm të bëjmë në këtë jetë, të gjithë. Lindim, rritemi, jemi femra ose mashkull dhe pastaj kërkojmë që kemi një partner dhe të krijojmë familje. Si prindrit tanë, gjyshrit e stërgjyshrit tanë. Po pavarësisht se shumë herë do të thuash jam kaq e mirë dhe nuk mund të gjej personin e dur, ose kujtoj që e kam gjetur, jam femër se mashkull, për ca kohë dhe pastaj më duket sikur ai personi që kam në krah është një person tjetër. Për të gjithë juve që keni këto pyetjet dhe nuk keni marrë përgjigje dhe që dëshironi që të keni një jetë të lumtur dhe për veten tuaj dhe që të jetoni, të krijoni familje, të jetoni një marrëdhënie me lumturi, me drejtësi, me dashuri, të jeni të përkushtuar njëri për tjetrin dhe shumë të tjera, ka përgatitur një trajnim të fuqishëm mbas punës të madhe time personale prej shumë vitesh, sepse dhe unë isha një person ashtu si ti. Dhe këtu fjalën e kam më tepër për femrat sesa për meshkujt, sepse ne, gjinia femrore, mund të arrijmë çdo gjë, por do ta merrni vesh që kemi qenë në rolin e gabuar. Në datën 30 mars, në orën 20 në darkë, me orën e Shqipërisë, do bëhet një trajnim i fuqishëm që ka të bëjë me marrëdhëniet tona, me partnerin ideal, dhe si ai partneri jon ideal mund të kthehet në bashkëdhëtar, që të kemi të njëjtat dëshira, të njëjtat mendime dhe të kalojmë me njëri tjetrin shumë mirë. Të bëhet ajo që ti ke zilite ndonjë çift tjetër. Dhe pse ai çifti tjetër dhe shumë herë ne femrat themi kur shikoj ai mashkulli si e shikon në sy atë femrën dhe ajo para meje është asgjë. Kemi hyrë në kritik. Do mësosh të gjitha sekretet, do marrësh ushtrime, do bëjmë terapi, të gjithë së bashku, por terapia do jetë sikush për veten e ti, dhe në qoftë se vërtet je gati të bësh ndryshimin, të jap fjalën që mbas 21 ditëve, me ushtrime që do marrësh që do bësh dhe ti në shtëpinë tënde, jeta jote do ke ndryshuar. Në qoftë se s'ke partner do kesh gjetur, në qoftë se ke partnerin edhe deri tani nuk e kishe fjalën mirë, do ta gjini dhe çdo gjë do shkoj mirë. Por kjo video dhe ky trajnim do jetë për ata guximtarë dhe ata që janë gati vërtet të bëjnë ndryshimin, sepse unë jam këtu që t'ju tregoj rrugën me mënyra të ndryshme, me teknikat e ndryshme, kurse ndryshimin do ta bësh ti. Dhe në qoftë se ti nuk pranon që ato që ke bërë deri tani kanë qenë gabim, por në të njëjtën kohë kanë qenë dhe mësim, sepse në qoftë se nuk do bëheshin këto gjërat, ti nuk do merr një mësimin e dur dhe nuk do kishe bërë evolimin. Ishin gjithçka për të mirën tënde. Prandaj gjithmonë them që çdo gjë bëhet për një gjë. Ndaj ju ftoj të gjithëve ju dhe shumë dëshirë dhe këtë thirrje kam dhe për ju meshkujt, që të qëndroni te ky trajnim,
të vini të bisedojmë së bashku, gjinia femërore me maskullorin, çfarë kërkoni ju vërtet, çfarë kërkojnë gratë nga ju, që të arrijmë atë ekuilibrin dhe balancën, sepse ky është çelësi kryesor i gjithë njerëzimit. Kur të arrijë të filloj harmonia ndërmjet gjinisë femërore dhe maskullore, atëre e gjithë njerëzimi do jetë në harmoni. Dhe në qoftë se në këto momente nuk je gati ta bësh këtë ndryshim, s'ka gjë. Do vi dita do ta bësh sepse energjitë janë gjithmonë më tepër, nuk do na lejnë që ne pa punuar me veten dhe pa pranuar çdo gjë të bëjmë evolimin ton, nuk mundemi të qëndrojmë me këta persona dhe me këta njerëz. Prandaj sa më shpejt më mirë. Ju mirëpres të gjithëve. Ky trajnim do jetë me ndërim energjie, do të thënë do jetë me pagesë, por pagesa do jetë e vogël, do të thënë asnjë terapi private. Dhe puna do jetë shumë e madhe, sikush do punoj vetë, por gjithçka do ta bëjmë në grup. Në grup sepse do dëgjojmë njëri tjetrin, mendimet e njëri tjetrit dhe ato mendimet e njëri tjetrit dhe problemet e njëri tjetrit, të dini që të gjithë ju që do merrni pjesë kanë qenë dhe janë dhe tonat. Dhe në të njëjtën kohë fuqia e grupit, fuqia e madhe e energjisë të grupit do bëj lirimin e të gjithave problemeve që kemi patur deri tani dhe ndryshimin dhe shndërimin. E di shumë mirë që ju që do jeni atë ditë në datën 30 në orën 20 në këtë terapi, do jeni njerëzit e përshtatshëm që duhet të jeni. Asnjë person tjetër nuk do hyjë më tepër nga ata që duhet të jeni. Unë besoj shumë në energjinë dhe në rrjedhën e Zotit, në energji, dhe di shumë mirë që do jemi shumë atë ditë. Prandaj, komunikoni tek telefoni 0030 699 321 46 37 me mesazhe që të merrni linkun për atë ditë dhe të mësoni mënyrën e pagesës. Dhe dua që t'ju them që pagesa mund të bëhet kudo që jeni në botë ndërmjet bankës greke këtu në Greqi, kërkoni llogarin nga shtetet e tjera, ndërmjet Western Union dhe BKT-s kush është në Tiranë dhe kudo në Shqipëri, dhe nëse s'doni të bëni pagesë me Western Union. Pagesa do jetë ndërrim energjie dhe puna do jetë shumë e madhe. Nëse nuk dëshironi pastaj ta bëni këto gjë dhe ke probleme në grup, mund të më shkruash mesazh që të punojmë në privat. Po këtu pagesa, domethënë, të kushton më tepër. Dhe do bëj një video tjetër në çfarë mënyre fillojmë dhe punojmë me njëri tjetrin dhe bëjmë ndryshimi për ata që nuk e dinë. Ju dua shumë, ju falenderoj, ju mirëpres, shpejtoni se kemi vetëm 4 ditë akoma dhe zini vendet në këtë trajnim të jashtëzakonshëm për ndryshimin e jetës tonë. Sepse kur nuk kemi jetën me partnerin tonë ose jemi pa partner, jemi si ai zogu pa krah. Ajo ndikon që juve t'ju hapen të rrugët e bollekut, e punës dhe të gjitha. Sepse ka të bëjë dhe me çakrën e dytë, me fuqinë e krijesës dhe gjithçka, sidomos tek ju gratë. Dhe paratë vinë që atje. Nuk mund të kaloj energjia nga çakra e parë që të vejnë në të dytët dhe ty të hapen dyert e suksesit në qoftë se ti nuk e hapur çakrën e dytë dhe të ke hapur zemrën tënde që të pranosh çdo një ashtu si ty të takon dhe meriton. Ju dua shumë, shpejtoni të zini vendin.